shumë decizive dhe shumë vendimtare për ecurinë e skuadrave, si në kreun e tabelës, pra si për 4 finalistët, edhe për skuadrat që tentojnë të mbjetojnë, dhe pse shumë e rëndësishme. Duhen bërë llogaritë shumë mirë, skuadrat pa diskutim që kanë dëshirë për të qenë superiore karshi një skuadre tjetër, në momenti që ato fillojnë ndeshjen me njëra tjetrën, unë në optikën time, në syrin tim, kam pas skuadra që niveli tyne është jashtëzakonisht i barabartë, në aspektin teknik. Vetëm diferenca është në pikë, në tabelë. Nëse ti je shef dy skuadra që luajnë, sot për shembull pas Tiranën me Egnatia. Niveli ishte më së i barabartë. Luante vendi i dytë me vendin e fundit. Dhe normalisht ti nuk mund të dallosh kush është vendi i dytë nëse nuk e di klasifikim, nuk mund të dallosh rastësisht e shef. Në aspektin teknik të dyja skuadrat luajnë përbën problem kjo që po thonë ky konstatim Çoçli? Është problem kjo, pra që të mos ketë një Shiko, për ne është mirë, sepse ka konkurrencë. Në momenti që shkëputen dy skuadra përpara, krijohet një ndek dhe pastaj fillojnë probleme. Po ta shohësh si formulë, kampionati për mua është e suksesshme. Sepse të gjitha skuadrat janë të angazhuara maksimalisht si në aspektin financiar dhe në organizim, janë të gjitha on top, le të them, dhe thjesht tani diferencën e bëjnë kualiteti që është mrena edhe trajnerët. Dikur bënte diferencë ana financiare, sot ana financiare është minjanuar, është në rregull për të gjitha, diferencën e bëjnë lojtarët në fushë edhe organizimi